Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk ka njëri që më ndalon. Pas përplasjes fizike me Nada Muçajn, reagon Engji Nasufi. Këngëtarja dhe moderatorja Engji Nasufi ka reaguar për herë të parë publikisht lidhur me lajmet që qarkulluan së fundmi, sipas të cilave ajo ishte përfshirë në një konflikt që kishte degeneruar në dhunë fizike me ish kolegen e saj Nada Muçajn. Në një intervistë të dhënë së fundmi, Engji tregoi se situata e ka prekur kryesisht për shkak të SM-s, por theksoi se e ka menaxhuar mjaft mirë gjithçka që ndodhi. Ajo shprehet, meqense u përmendën portalet dhe rasti i fundit me gjithë ato zallamahin që është bërë, thjesht kam shkuar në shtëpi dhe e kalova vetë. Vajta në shtëpi, thash, kjo nuk ka ndodhur, e minimizova gjën. Mamaja i kishte lexuar të gjitha, sigurisht. Vesha tutat hudin dhe i thash, po iki në studio. Nuk ka ndodhur asgjë, i thash mamas. Ti e di që jam shumë kokfort, jam person i fortë dhe duhet të punoj për gjërat që kam në plan të bëj. Të vazhdoj t'i bëj dhe nuk ka asnjëri që më ndalon. Kujtojmë se pas disa ditësh me komente dhe spekulime, ishte Neada ajo që reagoi para pas largimit nga emisioni Wake Up. Ajo publikoi në Instagram një foto me një buqet lulesh dhe një kartolinë të bardhë nga një dërgues anonim. Në mesazhin e kartolinës, i cili u interpretua si një reagim i tërthort ndaj situatës, shkruhet: "Edhe ditët më të vështira mund të kthehen në diçka të mirë. Dikush beson tek ti." Edhe pse nuk e përmendi hapur konfliktin, postimi i saj u pa si pranim i realitetit të largimit nga ekrani. Ndërkohë, Engji Nasufi ndau një foto me nënën dhe qenin e saj, ku bënte gjestin e gishtit të mesit, një detaj që ndjekësit e interpretuan si një formë ironie ndaj gjithë ngjarjes.